ka që qeshur se ka ndodhur që të ka lënduar dikush, të ka thënë diçka, që në moment je lënduar, por pastaj të ka vletur për mirë. Për shembull, të ka thënë nuk bën si këngëtar, po ti ndërkohë i ke hyrë biznesit. Po marrin shembullun. Kështu lëndime, kështu mund kam marrë, por nuk besoj që është ndonjë gjë që ja vlen për tu për më, po prindrit e mi kanë dashur që unë të bëhem ekonomist. Edhe më futën në Po ç'të pas kanë bërë. Se ky. Po ç'të pas kanë bërë. Edhe më hoqën nga shkolla, isha kështu një luftë do futesh në lice apo në ekonomiku, edhe ishte lëndimi i madh ky që ti s'bën për këtë. Por me forcën time unë shkova dhe e sabotova provimin e ekonomikut, edhe fitova në lice, edhe e mora vendimin e jetës time. Po ata e dinin që e sabotove, apo diçka në fshehtë? Nuk e dinin, ja thash më vonë. Sa mistrec ke qenë? Është forcë e madhe. Është edhe forcë e madhe? Atëherë të kundërshtoj prindrit. Më saktë. Yes, në ato vitin 96, ishte tjetër nivel nga çështani do. Tashi fëmia thotë 10 vjeç, thotë tash i marrum me këtë, mos më fol më për këtë temë, do marr kredi edhe do jetoj vetëm. Po atëherë ka qenë tjetër gjë.